Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimit I takojnë Allahut, Zotit e gjithësisë, salavatet qofshin mbi me të dashurin ton Muhammedin alayhi salam. Të dashur dëgjues të Radio PS. Ndoshta dikush nga ju po më dëgjon në makinë, dikush në shtëpi, dikush në punë, dhe ndoshta dikush me një zemër të lodhur. Ndoshta dikush po e ndëgjon këtë ligjërat, dhe në zemër ka një peshë që askush nuk e di. Një gabim, një mekat, një breng, një lot që e ka fshihur nga njerëzit. Por sot do t'ju them diçka shumë të bukur. Ramazani nuk vjen vetëm për të agjëruar. Ramazani vjen për të na ndryshuar. Ramazani është një muaj që Allahu e dërgon çdo vit, si një mundësi e re për zemrën tonë. Sepse ndonjëherë njeriu jeton, por zemra e tij është e lodhur. Ndaj Allahu na jep Ramazanin, që zemra jonë të ringjallet. Allahu I madhëruar thot në Kur'an: Ja ejuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju, siç ishte bërë për ata para jush, që të bëheni të devotshëm. Ramazani nuk është vetëm për stomakun. Ramazani është për zemrën. Sa njerëz ka në botë që do të donin edhe një shans tjetër, një mundësi për të filluar përsëri. Por Allahu në mëshirën e Tij na jep çdo vit një muaj të quajtur Ramazan. Një muaj ku hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenamit dhe shejtanët lidhen. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Idha jaa Ramadanu futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenamit dhe lidhen shejtanët. Imagjinoni, sikur të gjithë po na thonë: kthehuni. Një imam tregonte një histori. Një natë në Ramazan, para taravije një burr qëndroi ulur në xhami dhe çante. Imami ju ofrua dhe e pyeti: pse po çan? Burri tha: kam vite që nuk jam falur. Kam bërë shumë mëkate dhe mendoj se Allahu nuk më fal. Ai çante si një fëmijë. Imami e pyeti: po sonte, pse erdhe në xhami? Burri tha: nuk e di, zemra më solli këtu. Imami tha diçka që ndryshoi jetën e tij përgjithmonë. Mos harro, nëse zemra jote të solli në xhami, kjo do të thotë që Allahu të ka ftuar. Burri shpërthej në lot, atë natë fali namazin pas shumë vitesh dhe tha: sonte ndjeva sikur Allahu më dha një jetë të re. Ramazani është koha e faljes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me besim dhe shpresë në shpërblim, I falen mëkatet e mëparshme. Imagjinoni këtë moment. Njeriu që ka gabuar, njeriu që ka rënë, njeriu që mendon që është shumë larg Allahut, dhe Ramazani I thot: Allahu ende po të pret. Një djalë I ri po kalonte një natë pra një xhamie në Ramazan. Ai nuk falej, nuk kishte lidhje me fen. Por atë natë dëgjoi imamin duke lexuar një ajet. A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarve të zbuten me përmendjen e Allahut? Ai ndaloi dhe me vetë tha: po,
ka ardhur koha. Ai hyri në xhami. Ai filloi të çaj. Dhe ajo natë ishte fillimi i një jete të re. Ramazani është muaji që ndryshon njerëzit. Ramazani është i çuditshëm, sepse në këtë muaj ndodhin gjërat e bukura. Një njeri fillon namazin, një njeri lën një mëkat, një tjetër pajtohet me dikë që kishte vite pa folur. Një tjetër fillon të lexojë Kur'anin, sepse Ramazani është muaji i Kur'anit. Allahu thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji i Ramazanit është ai në të cilën është zbritur Kur'ani. Një nan kishte një djalë që nuk falej. Ajo lutej çdo natë në Ramazan. Ajo thoshte: "Ja Allah, udhëzoje djalin tim." Një natë djali erdhi në shtëpi dhe gjeti nënën duke qarë në sejdë. Ajo i pyeti: "Çka kjo i non? Pse po çan?" Ajo i tha: "Po lutem për ty." E pyeti: "E pse po lutesh për mua?" Tha: "Sepse dua të shon në xhenet." Djali filloi të çaj. Atë natë ai shkoi në xhami dhe nuk e la më kurrë namazin. Është një pyetje që ne duhet ta bëjmë për herë. Ramazani do të kalojë shumë shpejt. Dhe pyetja është: çfarë do të ndryshojë në jetën tonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "I mirë është ai që arrin Ramazanin dhe ai kalon pa ia falur mëkatet." Mos e humb këtë muaj. Mos e humb këtë shans, sepse ndoshta ky mund të jetë Ramazani që ndryshon jetën tonë. Të dashur dëgjues, imagjinoni një moment, natën, të gjithë janë duke fjetur, por një njeri zgjohet për syfyr. Ai merr abdes, ai ngre duar dhe thot: "O Allah, unë jam kthyer." Dhe Allahu është më i lumtur për pendimin e robët e tij se sa një njeri që gjen një thesar në shkëtir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu gëzohet më shumë për pendimin e robët e tij." Prandaj, mos e humb këtë muaj. Faluni, lexoni Kur'an, falni njerëzit, kthehuni te Allahu, sepse ndoshta ky mund të jetë Ramazani që do ta ndryshojë jetën tuaj përgjithmonë. Të dashur dëgjues, Ramazani është një mundësi për të ndryshuar, por ndryshimi nuk ndodh vetë. Ai fillon me veprat e vogla që bëhen me sinqeritet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qall." Veprat më të dashura te Allahu janë ato që bëhen vazhdimisht edhe nëse janë të vogla. Prandaj, këtu janë disa gjëra shumë të bukura që mund t'i bëjmë në këtë muaj. E para, të fillojmë ose ta përmirësojmë namazin. Ndryshimi më i madh në jetën e njeriu fillon me namazin. Allahu thot në Kur'an: "Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi i largon njeriu nga të këqijat dhe nga mëkatet. Ndoshta dikush që po dëgjon tani nuk është falur prej kohësh. Ramazani është momenti më i bukur për të filluar atë. Filloni me një namaz, pastaj 2, dhe zemra do të mësohet me Allahun. Pastaj ajo që duhet të bëjmë është ta lexojmë Kur'anin çdo ditë. Ramazani është muaji i Kur'anit. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, thot i madhi Zot në Kur'an, azmëshan. Muaji i Ramazanit është ai në të cilin është zbritur Kur'ani.
Edhe nëse lexon vetëm një faqe në ditë, zemra ndryshon, sepse Kurani është ushqim për shpirtin. Çdo gjë që lidhet me Kur'anin e zëmshon ka një vlerë të veçantë. Ashtu siç është bekuar muaji i bekuar i Ramazanit, ashtu siç e ka marrë vlerën e një muajve nata e madhe e Kadrit, sepse në atë muaj ka zbritur Kur'ani e zëmshon. Ashtu do ta bekoj jetën e tina çdo kush i cili merret me Kur'anin e zëmshon. Çdo kush që e lexon Kur'anin e zëmshon, çdo kush që vepron sipas Kur'anit e zëmshon, Allahu ka me beku jetën e tina në këtë dynja, ka me ngrit në këtë dynja edhe në botën tjetër. Tjetra që duhet të bëjmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit është falim njerëzit. Ndoshta dikush prej nesh ka një inat në zemër, një person që nuk i flet prej vitësh. Ramazani është momenti për ta falur. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Pra ju, nëse i mëshironi ata të cilët janë në tokë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka me ju mëshiru juve. Falja e një personi ndonjëherë e pastron zemrën më shumë se sa shumë ibadete. Tjetra çka është më rëndësi me bë është të japim sadaka. Sadakaja është një nga veprat më të bukura në Ramazan. Pejgamberi alayhis salam ishte me bujarin nga njerëzit, dhe në Ramazan ai bëhej edhe me bujar. Edhe një sadaka e vogël, një ushqim për një të varfër, një iftar për një agjërues, një ndihmë për dikë në nevojë, mund të bëhet dritë në ditën e gjykimit. Tjetra, të bëjmë dua për jetën tonë. Ramazani është koha më e bukur për dua. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: 3 lutje nuk refuzohen. E njëra prej tyre është lutja e agjëruesit deri në iftar. Prandaj, para iftarit, ngri duart, lutu për familjen, fëmijët, zemrën tënde, jetën tonë. Sepse ndoshta një lutje në Ramazan mund të ndryshojë të jetën. Tjetra është që të largohemi nga mëkatet. Ramazani është momenti për të lënë një gjë që e dim se nuk është e mirë. Ndoshta një fjalë keqe, një mëkat që e përsërisim, një shprehi që na largon nga Allahu, sepse Ramazani na ndihmon të lëm edhe një mëkat. Atëherë ai ka ndryshuar jetën tonë. Në diçka tjetër që duhet me bë është të bëhemi më të mirë me familjen. Ramazani është edhe muaji i familjes, një buzëqeshje për prindrit, një fjalë mirë për bashkëshortën, një përqafim për fëmijët. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Khairukum li ahli." Më i miri për ju është ai që është më i miri me familjen e tina. Të dashur dëgjues, Ramazani është si një stacion në jetën tonë, një moment kur ndalemi dhe e pyesim veten: a jam më afër Allahut se vitet e kaluar? Nëse këtë muaj falemi më shumë, falim njerëzit, bëjmë më shumë mirësi dhe zemra jonë bëhet më e butë, atëherë Ramazani ka bërë mrekullinë e tij, sepse Ramazani nuk vjen vetëm për të kaluar. Ramazani vjen për të ndryshuar zemrat tona. Ramazani po kalon. Ditët po ikin një nga një. Dhe ndoshta shumë prej nesh po mendojmë sa shpejt po kalon ky muaj. Por pyetja më e rëndësishme nuk është sa shpejt po kalon Ramazani. Pyetja është: apo ndryshon diçka në zemrën tonë? Sepse Ramazani nuk vjen çdo vit vetëm që të agjërojmë. Ai vjen që të na kujtojë diçka shumë të madhe, se jeta është e shkurtër dhe një ditë do të dalim para Allahut. Një ditë do të vijë një moment
kur nuk do të ketë me Ramazan, nuk do të ketë me syfyr, nuk do të ketë me iftar, nuk do të ketë me mundësi për të kthyer. Dhe atëherë njeriu do të dëshironte edhe një Ramazan tjetër. Vetëm një, vetëm që të kërkonte falje, vetëm që të falte një namaz më shumë, vetëm që të thoshte, o Allah, më fal. Por sot ne ende e kemi këtë mundësi, ende kemi natët e Ramazanit, ende kemi duat, ende kemi derën e pendimit të hapur. Allahu thot në Kur'an, Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Thuaj, o robërit e mi, që keni bërë padrejtësi ndaj vetes, mos e humni shpresën e mëshirën e Allahut. Prandaj, mos e lini këtë muaj të kaloj pa ndryshuar diçka në jetën tuaj. Faluni më shumë, lexoni Kur'an, falni njerëzit, afrohuni me Allahun, sepse ndoshta ky mund të jetë Ramazani i juaj i fundit. Dhe lutim Allahun e madhruar, o Allah, na bëj për atyre që jetojnë në Ramazanin me zemër, na i fal mëkatet, na prano agjërimin dhe lutjet tona, dhe mos na bëj për atyre që humbin këtë muaj të bekuar. Amin.